Mon amour, Susanna, 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 mon amour. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, ua në korë, mirëmëngjesi. Po, nuk ka ndryshe lezet, po e tham tek e tek. Ja bom qefin, Si është ajo, D'Artagnan? ja bom qefin gocave me emrin Suzana. Përshëndesim Suzanën, ndërkohë që tiri merr skaletën e Po si t'kaloj, po mirë ja. Po ecor ec, ndjeu lirgjën Si shpinë tënde, si shpinë tënde. Shikon, na ndodhin kështu gjërash që në pikë të mëngjesit. S'ka gjë, mos ka gjë regjia, tregojeni çik sa Syni, s'kemi syni, na morim sysh. Bëjte një piruetje që je, bëj një sfilë. Po, ndrik Më shumë. trego vesh. Po si jam gjo sot. Ka pjatë kanë nga koka ke këmbët. Po ç'është ky vrull që e nisë mëngjesin? Është zgjuar shumë mirë, Mina, kështu Jam tha. kam plotësuar të gjumit. O, Pa. unë të pash zgjuar deri vonë. Deri në 10 pa qerek, po, maksimum. Po shumë vonë, më burr. Ja, më shoh zhvon 10 pa qerek. 10 pa qerek me Për ty 5 është fiks. është 7 ore qerek. Super gjumë kualitativ. Ke fjetur një surpriz? Unë mirë kam fjetur, u zgjella pak kështu si rënd, sot nuk e di pse, po mu hapën sy gjatë rrugës. Kriza ka fjetë pak më vonë. Mirë, Kam mua fjetur më se pëlqen. nuk po më zinte me thënë drejtën, s'kishe shans. Rrotullon. Të doli herët sot. Jo, mirë Është kam okay, gjetur, është okay. zgjuar okay. Se me këtë kohë që ishte sot, ai shiu që po binte, ishte i butë, Me ishte këtë kohë lezetshëm. qëfar? Me këtë kohë që Që ishte. është sot. Ke ndonjë shtesë për të bërë në Jo, se fjali? s'po të kuptoja mi. Si e more ti? Ha, na e thuaj si e more, ha? Nuk e gjova, nuk e se e more. Me këtë kohë që është sot. Sot, se na kesh kuptoj gjithmonë ti. Po, e do kështu me gërma. Ne. Po thoja që ka nisur shiu në Tiranë, ishte shi im i lezetshëm që ty të bënte që të mos çohesh nga krevati sot. Dhe lumë si ata që fillojnë punë më vonë, se e sigur që Mos të ne që shijojnë çohemi pak në atë errësirë, na mëngjesin e duket vonë. sikur s'kemi fjetur akoma. E vërtet është. Po, Me siç flejmë ashtu zgjohemi, në Po, me sensin. thënë, e Në nisëm- rrezën e diellit e shohim kur dalim nga studio. Po, vërtet është. por e zëtjell jemi vetë, mori. S'kemi nevojë, sigurisht, rrezën e diellit e kemi në studio, ne. E keni bërë re vajte që s'keni nevojë për rrezë dielli kur futeni këtu? Fare, kemi dritat. Jam ju po jam mund, prandaj. Po, fiks dielli e bjond, po. Lëf. U dogjëm nga dielli. Kemi marrë dhe ngjyrë, shikoni, kemi marrë ngjyrë nga Është dielli. shumë nxehtë, shumë nxehtë. Ma din, ma nuk ma din. Na vrau regjia me këtë që sapo bë. Qa do bëni? Qa do bëni me pa ty? S'ka gjë. Si ja bëna jo misi, si ja bëna jo misi, 1-2. Po, se Për non kjo, për papa. mos. Mirë. Shpresojmë që dhe ju ta keni nisur ditën me kaq energji të mirë dhe pozitive sa dhe ne në studio. Na gjykojnë ndonjëherë pse jeni kaq lirshëm ju, po jemi të lirshëm, kështu duhet jemi. E keni bërë si kafene në televizionin ata dikush. Jo, më pse, ne ndikohemi shumë dhe nga moti, me thënë drejtën, pa çka se sot nuk ka shumë... Të drejtën, ne moti këtu e kemi që bot diell, po. Jo, po ideja është S'pëlqen. që unë jam nga ato tipa që e shoh gjithmonë motin në telefon. Edhe? Edhe pas që sot mëngjes do kishe shumë shi. Okej. Nuk ka ai shumë shi, kështu që njerëz ju që s'keni pa akoma jashtë shtëpisë. Paret, të par zonë të Tiranës, paret dhe në çfarë Okej, qyteti. dakor, flasim to që jetojnë afër zonës tonë. Nuk ka dhe ai shumë shi, ka shumë pak shi i imut. Ore, nuk i dihet, ne kemi një 20 minuta që jemi fut në studio, nuk i dihet se çfarë do Da jashtë. kishim Mos kesh informo. Do e kishim dëgjuar. Po jam hajde e më zënë. s'ka edhe siguritet kishin informim, ti gëzojnë njerëzit. Po. Dhe nisin ditën me E vërtet ashtu është, sepse ditën e djeshme nuk e di ka qenë rreth ora 4 e mëngjesit, mos gaboj, ka ndodhur një tërmet në Durrës, ishte Qa thua, muj? 3.6 i shkallës së Riter, është ndjerë në qytetin e Durrësit. Pra ne më do regjumin 4 mjesë mu. Diku nuk jam shumë e sigurt për orën, po ka qenë diku në orët e para të mëngjesit. 4 e pak minuta më ka dalë gjume sot mëngjes. Disa kanë Ke lidhje komentuar ti që ande, e ka lidhje kanë shpirtërore ti. Ose në basem është ka lëviz krevati, nuk është se... të gjithë thoshin, disa thoshin që e kanë ndjerë, disa thoshin Po, që që kanë nuk e plash. kanë ndjerë. Ata që e kishin ndjerë thoshin që frika vazhdon dhe nuk po flinim do të gjumë pas Po sepse asaj. i ka lënë me trauma, duhet të Shpresojmë- thonë ajo lloj periudhe. Po, 3.6, mirë, okej. shpresojmë që t'jetë me kaq. 3.6, bie ndërmete. Ishte dyti, sepse para 2 ditësh ishte edhe në zonën e Skraparit dhe të Beratit një tërmet i tillë që unë ndje konsiderueshëm. Janë, le të themi, post tërmeti pra në sensin që vazhdojnë akoma edhe pas disa vitesh, duke marrë parasysh tërmetin e fortë që ra,
Po, ne jemi një zonë sismike aktive dhe jemi të vetëdijshëm që do të ketë sismike, po janë ato tërmetet e mëdha që ne shikojmë. Dhe ai tërmet që ra ishte një herë 100 vjet. Tërmete, po, tërmetet e shkallës 2.sa, maksimumi 3, shkallës e rritër, bien me 10 mbase në ditë. Po ta për atë aplikacionin, futet në Shqipëri, bien me 10 në ditë. E drejtë. Kështu që 3.6 nuk ka besoj, nuk është diçka për të shqetësuar. Po. Nuk jam ekspert, por kryesisht qyteti i Durrësit. Rëndësishme është të ruajmë qetësinë. Ne që se kemi ndjerë sa mirë se jemi të qetë. Në Tiranë është ndjerë më pak gjithsesi. Si gjithmonë. Por nejse, do e nisim themun ditën tashmë, sepse kemi goxha të ftuar dhe për të folur me tema kryesisht interesante. Do ta nisim pjesën e parë me një diskutim rreth një problematike që me thënë të drejtën mua para disa ditësh më trëndu kur e pasha atë videon e një djali i cili kishte pësuar një reakcion, mund të themi një problem të ndërhyrjeve estetike që ai kishte bërë, kryesisht botoksit, koka ati kishte pësuar një entje, videoja ishte bërë goxha virale, ku ai shprehte shqetësimin e tij, dhe ne kemi të ftuar doktoreshën estetiste Lorena Veizin dhe dermatologen doktoresha Ardisa Beqiraj, të cilat do na flasin pak për këshillat që duhet të ndjekin, kujdesin, pse ndodhin këto problematika, a është e njëjtë le të themi reaksioni që ndodh tek femrat apo edhe tek meshkujt, sepse deri diku janë gene të ndryshme edhe mbase si botoksi shfaqet tek vajzat, shfaqet tek meshkujt. Ndryshon nga individi në individ, jo vetëm nga Patjetër, po. Sepse kemi parë dhe raste pafund të vajzave të cilat janë nëntur totalisht në të fytyrë, po siç e kemi një mik të bukurisë botoksin, e kemi gjithashtu edhe një mik shumë të fortë që her pas here mund të lërë edhe pasoja të rënda. Po, prandaj duhen diskutuar edhe në momentin që është bërë pashmangshme, edhe nga gocat, edhe nga çunat për të bërë këto ndërhyrjet, jemi në një botë që e bukur e vlerësohet, të gjithë kemi tendencën për t'i bërë. Por të paktën të zgjedhim dhe të dimë se ku t'i bëjmë dhe të njohim paktën produktet që i fusim organizmit tonë. Prandaj është mirë të informohemi. Më pas, do t'jetë në studio Arber Dervisha. Unë jam e sigurt që ju të gjithë do e njihni, sidomos ata që janë përdorues të rrjeteve sociale. Arbri është një nga marketerët, ndoshta marketeri më i çmendur i momentit. Fiks. Reklamat që bën Arbri në rrjetet sociale janë të pazakonta, ndonjëherë janë edhe të komentuara ç'është kjo çmenduri që po bën, sepse bën sikur hidhet nga kati i dytë, i tretë. Një video që është bërë shumë virale dhe shumë e komentuar ka qenë video që ai del nga varri dhe reklamon një pronë dhe kjo duket çmenduri. Është gjykuar, ai ka gjetur. Duket shumë i papam, nuk ka ne. Ai ka gjetur një lloj mënyre si të tërheq vëmendjen e audiencës, edhe një lloj Më pëlqen më të drejtë. Ai ka kuptuar të rregull, ka kuptuar se si funksionon rrjetet sociale, se si ka arkoa sot dhe po fatikisht. Dhe e ka kthyer një biznes pra, bizneset ato e kontaktojnë për të bërë reklamën biznesit të tyre. Qoftë kjo kompani, shitje toka, shprona, si mund ta kontaktojnë për shembull, marrin telefonin sa shkon një dalje nga varri. Se duket shumë e rëndë e thënë në këtë lloj forme, po ai do na i tregoj gjithsesi, unë jam shumë kurioze të di, realisht ka shitje ky lloj marketingu që ky bën, sepse por derisa është kaq viral dhe i shtojnë kërkesat, argëtohen nga videot që ai bën, sepse janë tërheqëse dhe mua më kanë bërë përshtypje kur i kam parë, por a shkojnë deri në pikën përfundimtare. Pra arrin njerëzit. Shiko, ky është mund të jetë i pari në Shqipëri që i bën, por nuk është i pari në botë, kjo është sigurt. Jo, nuk edhe në Shqipëri, ka pasur edhe të tjerë. E mbas edhe në Shqipëri nuk ka. Në një formë apo një tjetër, po eksperimenton pak më shumë. Gjithë shka për një like. Edhe Arbri është i gatshëm të sakrifikoj dhe vetën në disa video. Flasim me Arbrin. Po, më pas kemi Xhetin, këngëtar i mirënjohur, i cili la gjurmë në vjet faktikisht në Kënga Magjike. Këtë vit do të sërish në Kënga Magjike me një material shumë të bukur. Këtë herë është big apo jo? Këtë herë është big, patjetër. Edhe në juri e kemi parë? Po, kishim edhe në juri të vit Xhetin, që ishte të kuqe. Dhe që ti ishe kundër kësaj gjithë. Isha që kundër, jo përgjithsisht kundër atë rive që të shtypin të kuqen. Megjithatë, do të diskutojmë. Jam kurioze për sherrin që do kesh ti me Xhetin për pak. Ja, më sherr, unë besoj se do kemi, po. Nëse Xheti është djalë shumë i talentuar. Sherrin çka kam me ju këtu. Po. Me të ftuarit urtë e but. Po jo, na vim prapë në studio, na duhet. Dhe me që do kemi Xhetin dihet. Që do këngë dhe na i këngë, pa nuk diskutohet. Këngën e re, këngë të vjetra dhe çfarë këngë na si egoist.
Të shikojmë se sa egoist është në të vërtet gjesti. është bojar, kështu nuk thot jo, është shumë i mirë. Sa shohim, ta shohim. Dhe në fund fare do të keni recetën e mirës, sugjerimin e ditës, ta shohim. Brusketa patullxhani. O, sa të lezetshme. O, mira. O, sa do shkoni. Mira ju me kokë kuzhinës. Më pëlqen. Është aq e thjesht, edhe një përzierje shumë të mirë që i bën mira edhe tradicionales, po edhe pak modernes, bën këto brusketat e lezetshme. Një lloj pateje patullxhani kam përshtypjen. Kto mund të hanë dhe me mëngjes për shembull. Shoqë ka dhe aceto. Tani është po aceto. Mamma mia. Duket mund të konsumohen edhe për mëngjes, kam përshtypjen. Ashtu, ë? Po, patjetër. Edhe nëse kanë hudhër. Ua, pse çka ka hudhra? Ua. Ose sugjerojnë shumë për mëngjes, është ide. Qa mua, ma ka problem krisa mi. Po unë fare. Ti prap guxon. Qysha. Po s'ka është i lachme, i lach. I lach. Jo, i vërtet që është I pik i burr Ballkanas. Po është mi. Po pse jo? Qep hudhra mëngjes. Qepën. Qep hudhra dhe se zë kur gripi. Dhe se këtë e zuri para nesh. A më mund putë prapë gjithsesi. Unë jam grupi Gjaku që na ka shpesh gripin. No sa gjunata, dielli jon ti. Si puna, si besoni ju horoskopi, ne besojmë te grupi Gjaku. Ashtu, Është pak mak shkencore, me thënë drejtën. Mirë. Ikim te videot virale, shohim që është bërë vërdall, që gjërat që ju bëni këtë shmenduriret tuaja. Hajde një herë. Ka të tjetë ndryshe. Mbaroj fare për këto gocat e vogla që kanë marrë sot i parë të mamit dhe janë kështu. Bëhet shumë shefi për baballarët në këtë rast. Po, sepse they have to deal with... Krista nuk është fare drama queen. Nuk je drama queen. Po, më në fund tha një fjalë të mirë. Po s'është fare. Po nuk është fjallë e mirë, më vëlla, unë flasë realitetin më, po ju s'ma kuptoni më. Po ne e marrim si të mirë, si gjithë mirë, burë se s'para e thonë çuna të gjë. Po nuk je më drama queen. Kështu që nuk je pse edhe kur e shefat e vitin, ti duhet të dish më mirë nga gjithë bini. Madje. Po e di. Duhet të dish më mirë nga gjithë. Edhe ndaj kur shef vitet tilla. Gjithë një drama në jetë, oti se na duhen një çik drama. Mos të kanë folur gjë dietë, të kanë bërë kështu ndonjë moral për faktin që u zuri live dje me Krisën, ka thënë sot trajtoje mirë. Me të drejtën mua gjithë çunat janë kundër vendje, duke thënë Tiri ka të drejtë. Po, gatuaj, po normal, lloji këtyre. Shiko. Tiri ka të drejtë, ti e ke gabim thënë. Okej. Gocat mbështesnin ama. Shiko, unë edhe tani që e nisa të diskutim, doja dile diku. Pa doja me kriju debat, po ju s'të leni jo. Po normal. Ne jemi gati. Gja gati jemi për debat, po ç'kjo, burrë se kemi kohë akoma, prit. E mirë, presim. Ose mbritja 5 minuta e parë të debatit që është horoskopi. Ecim me nivele. Atë raundi i parë, siç është. Ne ecim me nivele, kështu. Dashi. Ecim me Dashi. Sot do të ndiheni tërheqës dhe do ju tërheq dikush që ju ngjall shumë kurreshtja. Aq sa për një çast mund të harroni se jeni në një lidhje. Kujdes, një gabim i vogël mund të rënojë gjithçka që keni ndërtuar. Beqarat nga ana tjetër do të kenë shumë mundësi për njëje të reja. Përfitoni sa më shumë. Financat kërkojnë kujdes të shtuar, shmangni çdo shpenzim të panevojshëm. Sa e bukur kjo çifteve. Bukur fare. Ua, influencë keqe horoskopi sot për Dashin. Do të ndiheni aq tërheqës sa që do harroni që jeni në një lidhje. E bukur është që horoskopi thotë shumë seriozisht këtë gjë. Po. Po ta thotë në fund, kujdes sot, një gabim i vogël, mos rreshkasi koma. Mos e boni atë gabim. Po dhe do i thotë ajo goca pastaj atit çunit dhe thotë, ti pse s'më ke thënë që ishe i lidhur, i lidhur, thotë ajo. Po ti s'më pyete. Ti thot ajo po i? Ai më fal, thot ai ti. Pse merr gjithmonë rastin e mashkullit? Po ja e thash ajo, shkon më doli. Se ka zot lart. Ka zot. Po edhe ajo ndodh ndonjëherë, i thot djali për shkak, hajde të marrim anën e kundërt. I thot djali gocës, pse s'më ke treguar që je lidhur? Ti s'më pyete, i thot ajo. Djali më rast thot, "Ama mirë, okay." Ama mirë. Vërtet, unë mendoja se do fyej. Ja, djali se ka problem. Vetëm çunat që nuk fyen. Mirë, deshe bëni shef, ecim. Çfarë thuhet për Demin? Demi? Jera në çift do ecë i qetë dhe pa tronditje. Nuk priten probleme serioze, por disa tolerime nga ana juaj do e bëjnë ditën më të këndshme. Beqarët do përjetojnë dashuri me shikim të parë që mund t'ju ndryshojë jetën papritur. Sa për financat, tregoni të kujdesshëm gjatë gjithë ditës. Situata mund të dalë lehtë jashtë kontrollit. Mund të rrshkat dhivë që dora. Po, pra në fundi muaj dhe horoskopi po na lën
Po na e lë të kuptohet. Për me financa. Prisheni, mblidheni pak dorën, po thot. Po normal. Shenja dytë kjo që thot kujdes. Qovim. Më vika mirë për beqaret dema sot, se do pas kanë shansin e jetës për të ndryshuar jetën e jetës së tyre. Do të njohin personin e duhur me sa duket. Kështu që gati në sulm sot. Mund që ndryshuar. Po mund prandaj po them në sulm për të kapur mundësit. Mos i jep shpresat kota. Edhe po doli keq, do them po ascendenti, më keni ascendent ndryshëm. Eva ka fal. Ecim. Binjakët. Kalojmë te binjakët. Dita pritet të jetë plot momente të lumtura për ata që janë në çift. Do të kaloni çaste të bukura dhe të paharrueshme. Beqarët do të kenë një ditë interesante me njohje të reja. Shfrytëzojeni maksimalisht. Në planin financiar, një ndihmë nga të afërmit do stabilizoj buxhetin tuaj dhe do ju jap qetësi. Ndihma vullnetare dhe binjakët, për se s'ka ardhur as fundi muajit, më ku keni çu lekët, more binjakët. Po mirë, prap, okej, domethënë nuk për prandimin deri tani është ja më e mirë binjakët. Po pse? Po në çift mirë, beqarët kanë njohje të reja. Nga plani financiar nuk kanë as gropsa të tjerë, por dhe janë më stabil. Sikur s'morrin mirë kjo i lumtur në çift dhe pa lek, kupton, sikur s'morrin në një vend. Kanë 100%, po janë në Mirë, para aty thot pra do e stabilizojmë buxhetin. Klas, është më Kërse do jena i shkeq. keq më e Mami vogël. jep 20.000 lekë dhe thot se kam një date sot. E po mirë. Pakën sa pa Po del më gjithë. 20.000 lekë për date. E ula unë për një kafe, po. Ja, por si të ftohtë ajo. Ja të përësit të ftohtë, kush do paguaj? Dula pjatat pastaj. Gaforja. Kalojmë tek shija tjetër. Njerë, si e vesh të gaforja. Hajde. Kam unë, Ha. Ka ardhur momenti i duhur për të bërë disa ndryshime të vogla në çift. Rutina po ju lodh. Beqarët do të kenë takime të rëndësishme që mund t'ju ndryshojë rrënjësisht jetën. Sentimentale. Po, jetën sentimentale, ndaj ecni me kujdes. Perspektivat financiare duken pozitive, mbani këtë ritëm. Yes. Po mirë të paktën gjysma të keqes Ormina. Po pse qa kishim keqene? Rutina po ju lodh. Ku ka rutinë mes nesh? Me ngafore nuk ka kur rutinë. Kur. Ashtu, a? Po sigur shfryve pa kuret Ne qofat. kemi... Jo, po ishte në të kundërt, po se që janë këto. Okej. Qa e thoni ju ne, me ngafore nuk ke kur rutinë, sepse ne me luhatje humori. Qa temi tani një sistemi pastaj dhe ka adrenalin gjithë kohës. Kurse kjo për beqarët më duket shumë duhet të studiuar pak kjo. Beqarët të kenë takime rëndësishme që mund ndryshojnë rrënjësisht jetën sentimentale ndaj ecni me kujdes. Pra mund të kenë ndryshime për mirë apo për keq. Për mirë, më për mirë. Po ndaj ecni, po pse thot me kujdes në fund? Kujdes ka zgjidhni është ideja, që të zgjidhni njeriu e duhur sepse do ju ndryshoj jetën, do martoheni, pak të martoheni me të duhurin. Kështu që bëni kujdes kur zgjidhni. Kjo vlen për gjitha shenjat, nuk vlen vetëm për gaforë. Ecim, ku je Luani? Luanerit. Shohim Luanin. Okej. Jupiteri mund të sjellë tensione dhe debate në çift. Dëshirat për të dominuar mund të shkaktoj përplasje, ndaj tregoni më tolerant. Beqarët duhet të kenë durim, dashuria serioze ende nuk është në derën tuaj. Financat do mbeten të qëndrueshme dhe pa probleme. Mirë Luani. Ai Ska fajn Sa tensione në çift, po prap. Po gjërat Duhet tregoni pak tolerant, mos u tregoni kokfort, se kjo dëshira për të dominuar e diun, ju luenërit e keni Ku e këtë. ka të mirë Luani? Luani në çift grop. Beqarët duhet kenë durim, thotë se Po financat qëndrueshme pa probleme. Po mirë financat. Tani edhe çështjen Po se janë vetëm o, që. e partneritetit, prap e ka në dorë vetë. Pra nëse tregohen më tolerant, s'do kenë probleme. Nëse është vetëm është problem. Pse? Është problem, po të pyes. Jo, flas, në rast se janë vetëm financat, normalisht që kanë më shumë gjasa të jenë qëndrueshme se sa të jesh krah një femre o Romina, se harxojnë lekët. Ja pit ftohtë ajo. Me thënë drejtën problem tani po janë të ngrohtat më shumë. Shërrit çmimet të ngrohtave. O zot. Okej. Po jemi. Virgjoresha, mos gaboj, po. Virgo. Qielli i dashurisë nuk do të jetë i qartë sot. Mund të keni keq kuptime apo debate me partnerin. Beqarët do të jenë joshës dhe do të marrin shumë propozime. Njihuni mirë para se të vendosni. Financat do të jenë në kontroll fal organizmit.
organizimit tuaj. Mund të shpenzoni pa frikë, por me masë. Ama ha. Di me qesh, jo për lapsusin. Po se një ideja, financa do t'jemi kontroj falë organizmi. Falë më lëqi suaj, jo falë veshkës, mund të qisë një veshkë edhe financa dë thimi. Po, sa lek bëhet? Interesantë është, po. Shumë bëndësesh. Bëhet shumë lek, kur vje puna për kështu gjërash. A i tha Elena të hënën Virgjëreshës që do të kishte rikëthi me ishin, dhe me thënë drejtë, kur po shikoja komentet, ishin ka të drejtë Elena, ndodhi, më shkajtë ishi, tash, o zot, tash. Kështu që kini vëmendje tek horoskopi se nuk flasim më kot. Ecin. Jemi tek. Mirë, Virgjëresha. Ata që se presin. Okej, pas peshorja. Sektori i ndjenjave do t'jetë i mbrojtur sot. Do kaloni momente të qeta dhe të ngrohta me partnerin. Madje do arrini të sqaroni dhe mosmarrveshje të vjetra. Beqarët do të kenë takime mbreslëndse, ndaj shfrytëzojeni, por mos u nxitoni. Financat nuk janë ende gati për rreziqe apo investime të mëdha. Okej, financat janë pak jo gati për rreziqe. Beqarët do të kenë takime mbreslëndse, për beqarët mirë, jeta në çift është po ashtu mirë. Do jetë i mbrojtur. Mirë, peshorja goxha mirë sot. Në balans peshorja. Në balans, fiks në balans. Mirë, bëfshi hajër. Tamam. Se i mbajnë në tjere të halë. Jo, beqarët bëni qef, sot që ka ditë e bukur për beqarët. E mërkur, mes javë. Ecim, jemi të... Një tjetër. Akrepi... Çfarë thuhet për akrepin, sepse sot jemi zyrtarisht në muajin e akrepit. Dashuria do jetë shumë mirë sot. Edhe nëse dikush përpiqet ju prish planet, nuk do ja dalë. Beqarët do kenë sukses në ndjenja dhe do ndjejnë se jeta u ndryshon për mirë. Në aspektin financiar, mund të përballeni me disa vështirësi, ndaj tregoni durim dhe përqendrim për t'i zgjidhur. Edhe se kisha menem. Se jam akrep. Në aspektin financiar, mund të përballeni me disa vështirësi, ndaj tregoni durim dhe përqendrim për dashuri do jesh mirë, gjitha do i kesh mirë. Nëse dikush përpiqet ju prish planet, nuk do arrit ja dalë. Dhe beqarët kanë sukses. Që do të thotë një person i tretë nuk do arrit do të ndryjnë marrëdhënien tuaj. Po. Je okej, je i qartë. Po që qartë dhe kam hadhë një financat i qartë. Një beti mendja në fund. Po të financat po si s'dojnë horoskop thot o t'ja krep. Sot nuk është për gjithë. do gjesh një çantë me lek sa të futesh në pallati Majtas. Kështu thua për gjithë shenjat ti. Po kështu do të jetë horoskop. S'është horoskop ai pastaj. Nesër do e kesh kështu horoskopin ta garantoj. Okej. Se qa do dalë nuk e di, po të lexuar të shkruar do e kesh. Okej. Mirë. Dhe plotësojmë qefet tjerë. Shigjetari. Kalëm të shigjetarin. Shojmë shigjetarin. Impulsiviteti mund t'ju fusë në telashe me partnerin sot. Kujdes me fjalët. Një veprim i nxituar mund të ketë pasoja të pakthyeshme. Beqarët duhet të njihen më mirë me personin që pëlqejnë përpara se të hedhin hapa serioz. Financat do të kenë disa luhatje, por me pak kujdes mund të stabilizoni situatën. Okej. Kujdes me fjalët, e ka për djem të besoj, apo jo? Pse me djem? Ta e thot me partnerin. Pra po i thot një vajze. Horoskopi është shumë i qartë, Romina. Po i thot një vajze. Pa tjetër. Nuk më pëlqen, e keni shruar gabim. E shua? Kujdes me fjalët, veprimin nxituar. Kush Gocat nuk para veprimin nxituar, apo jo, Krista? Ja. Jo, mendoj mirë. Këta janë impulsiv kështu kot nga iqi. Ne jemi të kujdesshme. A deshe shë? Kemi hyrë në raundin e dytë tani. Ka filluar ta shijoj shumë këtë proces. Ku e keni... Shtriqu Ku e keni ju qetësime? Ju thoni fel në fundit parë. Fundi raundit të parë. 1-0 për gocat. Ecim. Kalojmë të shenja tjetër të Dritsjapi. Pa. Unë e kam. Zhvillime pozitive ju presin sot në jetën në qift. Madje mund të merrni një lajm të gëzueshëm që do ju afroj edhe më shumë. Beqarët duhet kenë syt hapur, një person i ri mund të zgjojë ndjenja të forta. Financat do përmirësohen gradualisht dhe do ju japin më shumë optimizëm për të ardhmen. S'ka më mirë. Në qift shumë mirë, do të merrni një lajm të gëzueshëm sot që mund t'ju afrojë dhe më shumë. Hajde më isha dhe më shpresa të Dritsjapi kësaj të akrepi ishe grop.
Çfarë lajmi do japësh ti Bricjapit që do ju afrojë më shumë? Mund t'jetë dhe një lajm nga jashtë. Sa të drejtë marr unë lajm. Po pra. Po mund të ta jap Akrepi partnerin këtë rast. Se di, ja, ky e di, pyete. Mund të dhe një lajm nga jashtë me Krisa, Ore, ku dion. s'është e thënë t'jetë lajm, kupton, mund t'jetë edhe në formë letre ndonjëherë. Se di. Mund ta dërgoj dikush në Bitcoin për shembull. Mirë do Nëse ishte. Tiri na surprizon dhe bëhet romantik si rrallë herë, po. Ua, akuza tjetër, Tiri nuk është romantik. Unë s'jam romantik, ha? Jo, nuk thash këtë. Si rrallë herë. Po pra, i ka të rralla këtu që dhe edhe këtë të thë që më surprizon. Rrallë për mall, pra. fix. Kjo. Për ditë bëhet boring. Çdo gjë, jo vetëm ajo. Me të drejtën jam Ujori, jemi tek ujori. Vetëm një gjë nuk bëhet boring për ditë. Ujori, hajde. Plutoni mund të sjellë përplasje dhe tension në çift, secili do dojë të bëjë si të dojë pa pyetur tjetrin. Kjo do të sjellë debate të forta. Beqarët do vazhdojnë kërkimin e dashurisë, por fatkeqësisht pa shumë rezultat. Financat nuk janë keq, por tregoni të matur që të mos përkeqësohen. Më pëlqej ka sot dashuria për Plutonin, është interesante, ka adrenalin, ka Nice, ritëm. Vërtet do zihen. Po është interesante në fund ditës. Po. Interesante Nuk është ka debate deri dhe moment zën sa derisa ndash, Romina. Kur ndash, Në madhe. vërtet, Që ka? Nëse ndash, do të thotë që s'është i përshtatshëm. Nuk të ka dëgjuar mjaftueshëm. nuk është si u shkon në Ermenia për shembull që nuk jeni ju ato që nuk përshtaten, jo pa ja. Absolutisht, jo. Plas ju si gjini, se ju jeni shumë jo. interesante kështu si As gjini. ne, as ujori në këtë rast. Fare? Ujori është gjithmonë i përshtatshëm. Problemi është te tjetri. Okej. Gjithmonë, si gjithmonë. Jemi peshit. Ecim peshit. Okej. Shohim peshit. Çfarë thuhet? Venusi do ndriçojë jetën tuaj në çift duke sjellë harmoni dhe surpriza të bukura. Beqarët do kenë më shumë lehtësi për të afruar personin që duan. Në planin financiar do keni mundësi të mira për investime apo transaksione. Gjendja është e qëndrueshme dhe do ndiheni më të qetë se zakonisht. Lumtur në çift, surpriza, harmoni. Mirë, peshit. Beqarët do kenë më shumë mundësi të hapura për njeriu që e duhur që mund të njohë personin e zemrës. Shumë mirë, peshit 9.0 sot nga 10. Po, që jam e mirë peshit sot. Po, mund të themi peshit 1 dhe kush është shenja 2? E Luani s'është asnjëherë keq. Demi? Dashi. Më duket se Demi, më duket se Dashi e Demi. kishte kështu, bydevi, thonë, themi ne. Si moj? Bydevi. Bydevi që do Është një të shprehje kështu që. Peshorja, më duket se pesh. Cila shenja 3? Ha? Shenja 3, cila ishte? Në radhë, më e keqe, po thua. Jo, sipas horoskopit. Dashi, Demi, Binjakët. Po, binjakët ishin mirë. Binjakët dhe peshit. Okej, në front binjakët dhe peshit. Po, Më keq, binjakët. kush ishte? Okej, gjithë pjesa tjetër, jo? Gjithë Nuk pjesa është ishin tjetër, keq, jo, thjesht këto kryesojnë. Nuk janë mirë, nuk janë keq, S'merremi me ato që janë keq. Edhe Lena tha vetë që kjo javë do jetë mirë për Po. pothuajse gjithë shenjat, kështu që Ne nuk fokusohemi te negativiteti tek e Po. fundit. ashtu. Ne shohim vetëm ato që janë mirë. Shohim anët pozitive. Patjetër. Mirë, mbaruam dhe me horoskopin, jemi gati për pak reklama dhe rikthehemi pas pak me rubrikat e reja të radhës, të tjera, të reja. Erdhëm pra. Erdhëm dhe bëjmë të parakalimin. rikthyer round 2. Raundi i dytë, po duhet ta kishim shkruar. Ja, Raundi kështu. i dytë, Ne fakti po bëjmë i prova ditës. për të nesër. Po, fakti i ditës. Ashtu. Ecim te fakti i ditës. Sigla. Sot kemi një fakt interesant, më sa mbaj mend. Fakt Si e në sherr, hat, ka apo? sherr? Nuk besoj. 80% e njerëzve kontrollojnë telefonin me njëherë sa po zgjohen, para se të përshëndesin dikë në shtëpi. Po normal, ose e ke te koka krevatit. Si Shef normal? sa është ora. S'është normale. E bën normale, ç'është kjo normal? Sepse gjëja e botë është parë që normale. ti bën kur Po. zgjohesh, hap telefonin, sepse ti o je zgjuar nga Okej. zgjidhja e telefonit, Po. ose hap për të parë sa është ora. Jo. Si jo? Si jo, more? Jo. Gjëja e parë një botë normale është ti mund të shohësh orën e nuk thot hap telefonin. Ai po në e ka stimi orë. kontrollon në telefon. Ah, okay. Ua, po nëse ti shef orën, nëse ti do të shohësh, do i hedhësh në sy, do shohësh çka ke ekranin e mbushur plot me mesazhe, do shohësh ti. Apo Fal, pa i thot tjetër me Po mëngjes. një sekond, po është gjumë tjetra ose ke zgjidhje. Ose je Po vetëm. mirë, as të kojnë gjumë ma pet tjetër se edhe ku je Fal vetëm, pak, s'do ore, flakësh me. Jashtë mami Ti kuzhinë, djali ti çfarë do dashur, bësh? Do lësh prit, telefonin, prit, do shkosh te mami, do i thuash mirëmëngjes mami si je Ky harroj pastaj veten e shkon ka vet që sa telefon. hap syt, gjëja e parë që bën është Nuk janë, nuk e di. Hap syt, hap Po edhe unë telefonin. më e bëj, po e di që unë të pak të kuptoj që është gabim. Nuk është gabim.
Pse I gataroni gjajnë atë vlla? Nuk po them Unë nuk po them që unë e bëj dhe ju goca këtu të dyja ju nuk e bëni. Unë po flasim përgjithsisht për njerëzit. Dhe njerëzit do t'i udhëzojmë t'i themi që është gabim. Unë të drejtë se kontrol telefonin sa zgjohem mëngjes. Ja. Po shiko. Unë të çoj një mesazh mëngjesi dhe vazhdoj gjërat e mia, nuk rrit bëj scrolling video. Ti e ke parë? Mua Ti e ke parë që jam e tillë. Çek se çfarë ka ndodhur, me thënë drejtën. Edhe për shkak të punës, po më pëlqen të jemi informuar. Qoftë kjo edhe në mes natës, po më dal gjumi, unë do I hedh një sy se çfarë është bërë. Do shoh pak. E kontrollon? Sa thua ti pak, sa do të pak. Po ku ti, nëse më del gjumi një natës, për shembull, do e shoh mirë telefonin, shikoj lajmet e fundit, çfarë ka ndodhur, çfarë është postuar. Ja, për shembull, unë tërmetin ndjej lajmin tërmetit dhe kam parë 30 minuta pasi ka ndodhur mes natës. Pash, unë jaftova që kishte ra tërmet. Domethënë, është e pak profesionale që ti e sheh gjatë gjithë kohës. Drejtë ku është bërë dhe pashmangshme në kohë tjetër. Gjatë, ideja kësaj... Por edhe tek njerëzit e thjesht, edhe tek njerëzit e thjesht, ti do të çohesh në mëngjes, mund të kesh mesazhe të rëndësishme, dikush mund të kërkuar ndihmë për ty ose... O, Romina, po nuk kemi për çdo raste. E kemi për njerëz që hapin syt mëngjes, zgjohen, fikin zilën e telefonit edhe fillojnë bëjnë scrolling. Për mua është shumë normale. Është normale të bësh scrolling, por kjo nuk është normale, nuk duhet ta shesim si normale. Jo, koha që ti kalon pastaj. Për mua jo, nuk duhet të jetë shumë. Mund të jetë anormale në bazë të limiteve gjithsecilit. Nuk ka gjë më të bukur sikur se unë e vërtet me cigaren. Nuk ka gjë më të bukur që ti çohesh, lahesh, bën pastrimet, sigurisht që përshëndetet me njerëzit e shtëpisë. Po. Del, ulesh pi kafe, pi cigare, ato që e pin, sigurisht, edhe kontroll telefon. Ja, ky është gabimi që ju. Si që e gabim? Më mirë shi telefonin se sa ta nisësh mëngjesin me cigare. Pse? Po si pse? Ajo është gjëja më e dëmshme. Po unë po them as e ul kafe, nuk është mëngjes më. Gjithsesi, është e gabuar. Unë jam e bindur që askush nuk rrin dot në momentin që zgjohet në mëngjes, edhe nëse nuk e prek telefonin të bëj scrolling, ta kontrolloj, para se dal nga shtëpia me bindur që një 10 minutësh hajde çerkore, nuk ka shanse që nuk rrin pa bërë scrolling. Nuk e pret fare kafe. Ke shumë gabim, ke shumë njerëz që nuk kanë varësi që kemi ne ndaj. Ulesh nga 20% e di që ka shumë njerëz, por është 80% e kontrollit. 20% e popullsisë nuk është pak. Janë të pakët, masa është më shumë. 20% e popullsisë nuk është pak. 20% e 3 milionë se sa I bie. Do më pëlqente kjo mbrojtja që ti po bën momentin që ti do ishe një ndër ta. Në të kundërt. I thojnë 600.000 njerë. Ja, e banë. Lere ty, jemi shumë mirë. Okej, kështë fakti, kështu që kush është dakord, kush nuk është dakord, na shkruajt, na thot tiri ka drejt, gocat kanë drejt. A se tjerë në mbajnë me hatër në këtë program, po ta vëshret? Nuk e mbajnë me hatër, hiqni dorë, tjerë I flet realitetin. Ose ne duhet kemi më shumë audiencë shunash, ose nuk e di domethënë. Po jo, mi thjesht, ju mbroni ca teza që të diom. Mirë, kalem në scrolling dhe mu shikojmë çfarë bëhet në përrjet. Po faktet e tirit, të muhabet kanë gjithmonë. Sigla. Fakte telefoni, gjithmonë të kemi të pati për shumë gjëra shkopte. Mirë. Çfarë ka ndodhur? Në Norvegji, kur njerëzit shohin që kanë shumë mollë në pemët e tyre, ata I vendosin në këtë mënyrë, pra te gardhet e tyre mollët në qese, që të tjerët I marrin dhe të konsumojnë në vend që të kalme në tokë. Më falë që për në presë. E dini kush është shumë si fjalës gardh? Shama. Gardhe? Jo. Gjerdhe. Gjerdhe? Jo. Dhe kam gjuar unë këtë fjallë. Okej, jo, mirë. Në drejtshkrimin e shqipes është kështu? Kontrolle. Si duket, po. Në bëre kurioze. Vazhdo, Krista, se ta kontrolle. Kjo. Edhe të themi sepse ky është një zakon I bukur në fakt, në Norvegji, që shpeshherë njerëzit e bëjnë, dhe gjithashtu është dhe një mesazh për kulturën e këtij vendi dhe solidaritetit shoqëror. Në fakt, edhe ne shqiptarët e kemi këtë, kryesisht në periferi, që I ndajnë mes njëri tjetrit perimet apo frutat e kopshtit që ato kanë, që të mos prishen, për shembull, kur nuk janë familje të mëdha. Ndodh shpeshherë, po kjo është goxha interesante që thjesht ti mund kalosh dhe ta marrësh qesën e mollës dhe të ikësh. Shumë, pa janë njerëz më. Janë njerëz dhe mbi të gjitha nuk luftojnë për mbijetesë. Plus ky akt pastaj përfaqëson edhe kujdesin për mjedisin, gjithashtu edhe një shenjë respekti për komunitetin, për shoqërinë ku jetojnë dhe I bën dhe njerëzve më të afrueshëm, mendoj deri diku. Sa bukur. Më pëlqen del në fjalorin e shqipes kjo fjalë. Gjerdhe. Vërtet? Të del më vjen keq. Mund të jetë dialektore, por nuk është pjesë e fjalorit. Nuk është fare dialektore, fare që fjalori keti aty. Fjalori zyrtar. Unë kam një fjalor në shtëpi që është
Libër flas, nuk ka aplikacion. Varet çfarë botimi është, mund të jetë pjesë e dialektizmave, po jo të drejt shkrimit. Ma pyesim ChatGPT. Gjithsesi, o zot, çdo gjë me ChatGPT. Për fact checking. Ishte shumë interesant. Më pëlqen. Mua ma gjithmonë më kujton atë periudhë, kam qenë e vogël që rria të gjyshja në fshat, ku i shikoja komshin mes njëri tjetrit që shpërndanin ata për shembull mollët ose frutat e sezonit apo perime, domatet, kastravecat që bënin ndonjë sallatë. Po, kjo ndodh mes komshinëve që i çojnë te njëri tjetri, sidomos në fshat, po tek ti vën kështu, s'ka parë kur në Shqipëri. Jo, në këtë formë, jo, sigurisht, por që thjesht i shpërndajnë mes njëri tjetrit, i thonë Meri, për shembull se unë kam shumë, nuk kam ku t'i çoj. Kurse këta e kanë lënë mesazhin e tyre, duke i varur në gardh. Kështu që është shumë interesant si. Ecim. Lajm, kalim një tjetër lajm. Çfarë ka ndodhur? Ishte një regjia. Na mbytet me moll. Okej, e keni parë pësë lajmin e fundit që është grabitur Muzeu i Luvrit në Paris, ku zhduken bizhuteritë e koleksionit të Bonaparte. Tani mua më habit shumë kjo gjë, nuk e di se si mund të ndodhi kjo grabitje pa precedent. Kishte dalë video, ishte publikuar edhe video gjatë momentit grabitjes. Cili fjalë repetin fal? Casa de Papel. Po. Cili fjalë repetin? Tiri vazhdon akoma me fact checking. Prit, se s'po e shoh, ku e ke? Po fillim fare ma ke, unë thjesht shkruajta shumë si fjalës gardh. Gardh e ke, gjerdet. Qenë kërka gjerdhe. Mirë, po nuk e... Përdoret edhe gardhe, okej. E kupton? Gjë kemi të drejtë. Luvri. Luvri, po, tani sigurisht që kjo ngjarje ka tronditur Parisin dhe Francën, por sipas raportimeve gjithashtu thuhet se grabitësit kanë përdorur monopatinat për të larguar sa më shpejt, dikush ka ruajtur hyrjen dhe daljen, pra tamam një sken filmi La Casa de Papel. Ato kanë përdorur edhe një ascensor mallrash për të arritur në dhomën e synuar dhe mjetet elektrike prerëse sipas burimit policor. Nga koleksioni u morën 9 objekte bizhuterie me vlerë të paçmuar historike, e cila është pjesë e trashëgimisë së Napoleonit dhe perëndoreshës Josephine. Mes tyre raportohet edhe një gjerdan, një brosh dhe një diadem mbretërore, të gjitha pjesë të njohura të koleksionit të kurorës të franceze. Ishte shkruar një shoqja ime në Instagram dhe tha, unë mbaj mend ta që për të parë ato gjerdanët kam mbajtur rreth një orë apo më shumë rradh, ta dia që pas ka qenë mongollaj me vjedh, tha. Ja, po, nuk besoj që ka qenë aq e lehtë edhe për ata, se duhet të kenë bërë ndonjë plan. Parasysh pak a shumë siç është filmi Casa de Papel. Po, ato mund të kenë ardhur shumë shpesh master plan, po. Po, patjetër. Mund të kenë ardhur shumë shpesh aty dhe ta kenë ta kenë analizuar gjithë gjendjen atje. Po prap, aty në atë muze siguria është shumë e lartë. Pikërisht, pra, duhet pak. Fakti që janë vjedhur 9 bizhuteri, deri diku është dyshuese. Diçka shumë. Prita kur të shiten këtej Shqipëri. Po si kanë hyrë me monopatina në muze njërë? Besën, kanë nikë me monopatina. Ka dhe nikë shumë në kalim atë. Ka në kalim, pra nuk është hyrja dhe më ty. Ka edhe hyrje tjera për të... Shumë interesante, do të e shumë që të dija planin e tyre se si ja kanë dalë. Muzeu Luvrit është një ndër muzet që herë pas here dhe ka rënë dhe pres sulmeve të njerëzve, të cilët për shembull kanë dëmtuar, janë përpjekur aktivistë të ndryshëm, po. Janë përpjekur deri diku të ndëmtojnë veprat e artit. Mona Lisa shpeshherë ka qenë një ndër figurat që është goditur shumë herë me sende, me gjëra nga aktivistë të ndryshëm, kështu që nga ana kulturore është vërtet një humbje shumë e madhe. Shpresojmë gjë, sepse kam përshtypjen që ato duhet kenë edhe element sigurie, edhe veprat e artit duhet kenë patjetër ndonjë element sigurie që në momentin që shiten mund të detektohen se ku janë. Të ikën dali. Të rujnë tjera. Mirë, okej. Të është problemi, se mirë që i vodët, nuk do i shifë, se do kuptohet qa janë, vetëm nëse i shkrinë. Vetëm nëse i shkrinë, po. Nejse. Gjynafë, shumë qa me shkrima, po ja, mas ato vlerë më të madhe dhe kanë ashtu. Qitën trek zi ato më se vristi meni, pa. Mirë, ja, e gjetëm si. Në base nuk shiten atë shmim që duhet mu shqitë parë. Eci me shonë. Qa vlerë e kam. Okej, mirë, Louis Vuitton është në nëhetim për pastrim parash. Ç'ne? Çuditërisht. Shtëpia Lux Louis Vuitton është duke hutuar nga autoritetet në Holand për dyshime për larjet ose pastrim të parash, më saktë. Hetimet fokusohen në një grua kineze që gjatë periudhës së vitit 2021
deri në 2023 shpenzoi rreth 3 milion euro në para në dyqanet e Louis Vuitton, me pagesat të ndara që vazhdimisht vinin prej 10.000 euro për të shmangur këto raportimet. Pra, ajo përgjatë këtyre viteve ka shpenzuar gjithmonë nga 10.000 euro në Louis Vuitton, po duke u bërë një mbledhje e mirë, kishin shkuar rreth 3 milion euro shpenzime. Gjë që sipas prokurorisë holandeze, blerjet u abonuan përmes një punojësi të dyqanit Louis Vuitton dhe shumë prej artikujve u dërguan më pas për shitje në Kinë dhe në Hong Kong, duke përfshirë gjithashtu dhe sistemin Diageo, që lejon eksportimin e mallrave të luksit për të shmangur tarifat e larta. Pra kanë bërë një lloj, le të themi, manovre për të ulur këto taksat për të shmangur më saktë, gjë që ka qenë dyshuese sepse janë vlera shumë të larta. Edhe Louis Vuittoni bën nga këto. Ç'kjo? Më të gjitha pjesa më e madhe e kompanive i bëjnë, thjesht kush e ha. Pra gjithmonë, po, varet kush del zbuluar, sepse 3 milion euro tani ti blej dikush mall në Louis Vuitton është deri diku pak dyshuese. Shargjoj nga 10.000 euro. Nuk e di pse më duket aq shumë dyshuese ky fakt, se unë kam përshtypjen që ka njerëz. Mënyra se si kanë kaluar dhe këto mallra ishte goxha dyshuese. Okej, mund të ketë faktor tjerë, po, edhe thënë. Mirë, ne sot do vazhdojmë blejmë. Krejt zia apo jo. Diskutohet me një ku. Ne do kemi patjetër bluza Louis Vuitton. Ja ku e kemi qenë tregtar këtu. Louis Vuitton është ndërmarka goxha shtrenjta, kështu që jo të gjithë kanë mundësi të blejnë. Çanta më minimale Louis Vuittonit nis në vlerë 1.000 euro. Shumë mirë. Te tregu çam, 25.000 lekë. E merr më lirë. Ajo është fiks, unë po them. Shikon, të dyja një kështu variante, domethënë, të qepura, si e do ti. Po. Do më bëjnë dhe brendet e njëra pas time parash. E do me stempa, stemtarishin dhe stempën. Po, si duash. Të bëj dhe ullit çmime madje. Po, bravo. Po, ka dalë një djalë në rrjetet sociale. E kemi parë bashkë, ishte italian më duket, që merrte prodhimin që ishte bërë në Kinë. Dhe vetëm se ajo çantë më pas po jepeshin detajet e fundit në Itali, merrte komplet origjinalitetin themi sepse është sipas tyre ajo prodhoi aty, pra merrte vullet. Sa më e madhe e gjërave prodhohen në Kinë, pse u bën vështirë ju? Pra, telefoni që ti ke në dorë prodhohet në Kinë, telefoni që ka ajo në dorë prodhohet në Kinë. Ban dakord. Merre Romina në dorë. Prodhohet në Kinë. Mirë. Ecim, shohim një tjetër lajm. Kalojmë te një tjetër. Kina është superfuqi. Okej, tani ne dim atë situatën një shumë të këndshme midis Arbenitës dhe reperit e njohur Fero. Një teaser që shfaqur së fundmi, ku Fero është ftuar në emisionin e Arbana Osmanit. Duket që deri diku ai le të themi shfaqsohet, pra jep versionin e tij të ndarjes nga Arbenita, dim akuzat e rënda që janë drejtuar kundrejt Feros se ka ushtruar dhunë ndaj modeles ish partneres së tij. Ai në teaser me çfarë shikohet thuhet që nuk e ka dhunuar vajzën, shprehet që nuk e don njeri, nuk e ka dhunuar Arbenitën, është shprehur që vajza nuk e don njeri më shumë se sa ai dhe i lutet që t'i japi mundësinë ta shikojë vajzën. Tani Arbenita ka publikuar, mund të themi, shumë fakte që tregojnë që Fero ka ushtruar dhunë ndaj saj, e ka kërcënuar me jetë, e ka kërcënuar se mund t'i marrë vajzën, pra le të themi akuza që janë të vërteta dhe mund të më çfarë po shikoja dje, mund t'ju them që Arbana deri diku është gjykuar pak për këtë ftesë që i ka bërë Fero. Ishte gjykuar shumë në fakt. Të promovosh dikë që akuzohet për dhunë, mbase Arbana si gazetare mund të ketë drejtë, sepse thotë unë jap hapësirën këtij personi tregoj versionin e tij. Po, shiko, të akuzohesh për dhunë nuk do thotë që ke bërë dhunë. Jo, ka vendim gjykate. Ka fakte dhe ka vendim gjykate, ka kërcënime, ka shantazhime, akuzohet që mund të ketë shkuar gjatë kohës që ata kanë qenë bashkë deri edhe në një abuzim seksual në sensin kundrejt pa dëshirën e Arbenitës. Si? është dënuar, është marrë në mas, apo është në proces akoma? Janë në proces e sipër, po kanë dalë... Atëherë janë tesh akuza, nuk është e vërtetuar akoma. Ama, ka një urdhër mbrojtje. Ka urdhër mbrojtje, Arbenita ka urdhër mbrojtje ndaj Fero, sepse ka mesazhe që e kërcënon dhe i thotë do të marr vajzën, do të bëj këtë, do të bëj atë. Domethënë, tani ti këtë personazh, përderisa po e promovon, për mua është e gabuar. Këtë mund të them, nuk është e drejtë që një vajze të cilës i janë shkaktuar kaq shumë gjëra për gjatë këtij 2-3 vjeçari, trauma që ajo mund të ketë,
të shikoj ish partnerin e saj që të dalë në mbrojtje, të ndalë në mbrojtje vetes, të promovohet në emision ku për mendimin tim nuk ka hapësirë. Shiko, jo domosdoshmërisht është promovim. Po pra, ai do japi versionin e tij. Unë mendoj që çdo kush meriton të dëgjohet. Shumë akuza të rënda, që janë të vërteta dhe ti po promovon një dhunues, për mendimin tim. Po nuk është promovim pra, sepse ti po jep kohë, se ai promovim, ai gjash i promovuar se është artist njerë. Njëhet. Tani, ati për jepet kohë televizive. Ne duhet merrem me kohën televizive që është... Që thot nuk e kam dhunuar? Si? Që thot dhe ai, kur ka fakte që e ka dhunuar Erbenit, ndërkohë e përgënjeshtron komplet gjithë gjën që ka ndodhur? Jo, pa dakord. Okej, do shikoj dhe intervista e plot, por mënyra se si Fero e ka trajtuar Erbenit për gjatë tyre kohëve, sepse Fero nuk ka ndaluar as në deklarata, shumë të rënda kundrejt modeles në rrjetet sociale, nuk është bën atë që ka bërë. Si është, po të them që e gjykoj personalisht Arbanën për këtë gjë, nuk e gjykoj dot, si gazetare. Dëgjoj, në anën e gazetarist tash, ajo do japi hapësirën, por duke qenë se gjykimin e bën publiku pastaj. Duke qenë se Arbana, e dim se llojin e emisionit që ka, me çfarë po kuptoja mbas deri diku në këtë sezon dëshiron që të japi hapësirë njerëzve të japin versionet e tyre, siç ishte edhe rasti i Princit me Blertën, por kjo nuk është e njëjtë për mendimin tim prap. Nuk e di, unë kam opinionin tim, sa kam parë, sa analizoj. Mendoj që duhet të jepe kjo lloj. Tek e fundit është promovimi, sepse ata janë edhe në proces gjyqësor, por derisa ende nuk është marrë një vendim se duhet. Po, kishe dalë Bernita, dhe ishe dakord ti? Si? Kishe dalë ajo vajza në intervistë? Po. Dhe ishe dakord? Sa jo i ka faktet. Gjithsesi, kalojmë te një tjetër. Kjo futet e para gjykimit. Jo, nuk ka lidhje fare me para gjykimit. Mbetet për të parë se si do të vazhdojë. Okej, 90% e trurit të fëmijës tuaj zhvillohet deri në moshën 5 vjeçare. Në vitet e para të jetës ju keni në dorë të ardhmen e tyre. Siç ndodh dhe e dim, sepse çdo përqafim, çdo fjalë, çdo vështrim është përgjegjës për një ndërveprim miliona neuronesh për sekond. Në këtë mënyrë formohen themelet sociale, emocionale dhe kognitive të fëmijës. Po, 90% zhvillohet deri në moshën 5 vjeç. Ai 10% që pastaj mund të edhe mos zhvillohet, e kupton? Varet sa e keni. Zhvillohet në sensin, prindrit kanë goxha ndikim tek fëmijët deri në moshën 5 vjeçare. Jo se dhe mbrapa nuk e kanë, po fillon shkolla, kopshti, deri diku socializohen pak më shumë, mësojnë pak më shumë rreth temi gjërave edukative, ndryshe nga prindrit që i mësojnë gjërat themelore primare. Dhe truri fëmijës është si sfungjer deri në moshën 5 vjeçare, thith shumë. Po kështu thuhet pra, që nëse do ta edukosh një fëmijë që 5 vjeç qëndroj mbi kokë, sepse aty merr bazën. Patjetër që ti të jesh gjatë gjithë kohës në ndjekje të fëmijës, në bazë situatave që kalon. Por është e vërtetë që deri në 5 vjeç duhet të jetë kujdes, sepse mund të përjetoj trauma që mbase nuk është, sepse fëmijët janë goxha sensitiv dhe nuk janë gati të përjetojnë mbase trauma që mund t'i shënjojnë në jetën e tyre, qoftë kur rrëzohen, qoftë kur i ndodh diçka. Patjetër. Okej, mirë. Okej, ky ishte te i fundit. Mbyllim për scrolling. Ua, mbaroj mirë? Mbaroj pa shumë sherr. Dhe jemi tek gjej këngën. Hajde. Ecim tek këngën gjinka. Sot vajza kemi kolazh këngës shumë të këndshme. Ashtu, po shikoj, po ajo e ndjeshmja? Po, e kanë gjetur ata. E kanë gjetur? Ajo që e qi vështirë. Por nëse gjetëm dot, unë po e kujtoja prapë, po një këngë e Rovena Dilos. E të them kujto, vjen ajo që shkon, kush të deshti, prap të do, afër meje, në Shkodër të vish, eja shpirti. Shkodër të vish? Po. Në Shkodra ka plot dashuri, quhet kënga. Okej. Është Rovena Dilos. Fakt është një turku për nejse. Mirë, mos ka shumë rëndësi se kush e ka origjinali. Janë shumë të vjetra këto këngë. Shohim çfarë kemi sot, pa hyrë detaje. Po, sot kemi një ta faqen e Kolit. Muhabet artiste shumë mirë. Desha me marr titull. Do titullin, ha. Ti mos e shiti. Unë kur nuk shoh. Oh, AC/DC. Highway to Hell. Bravo. Highway to Hell. Ha, do e pak të.
Pa kënoni ju, ha? Ta më këndoje, ti. Do kënoj unë e CDC në 7 mëngjesit, do jeni interesi. Po pëse ta këndojmë ne? Pjesë më të vogël, e kënduam ne që s'kemi zë. I'm on a highway to hell. Highway to hell. I'm on a highway to hell. Highway to hell. Bravo. Të gjeti që? Jo. Si gjë se gjetë. Eci. E sot, jemi. E para të gjetë. Ylli Limani. Është Ylli Limani me atë këngën Shoja Zonin. Shoja zonin? Po. Shoja Zonin se s'po du me një mo kom të dashnis. Nuk po du me të go prej mërzis. Shoja Zonin se s'po du me një tuj folë për ty. U kry. Më pëlqen. Ka gjithë këngë bukur. Shumë e bukur. Mirë. E fundit për publikun. Do bëjmë sikur se gjenë. Arroj dhe vetë. Po. 1, 2, 3. Po nisa nuk e di. A është rëgjë? Apo jo? Rëgjë inicialet. Jo? Ashtë këngë shqiptare. Këngën e di, po s'po gjithë do të këngëtare. Se ke gjutë? Dhe kam gju pra shqiptare. Po pra po shqiptare. Pra jemi. Oke. Është shumë e lehtë, është shumë e lehtë. Unë e nisa. Në Që do rregull. ta gjeni. Vetëm na duhet titulli i plotë, keni parasysh ta shkruani titullin e plotë dhe emrin e këngëtarit. Mirë. E mbyllim edhe këtë pjesë. Nuk bëm ne shert fort. Mirë ishim. Ishim Gati, po mirë. gati. Edhe këtë të fundit e gjetëm, po le Po. se s'po e themi kështu ka stile. Oke. Mirë, jemi gati. Shkojmë në publicitet dhe rikthehemi sërish sepse do të flasim për ato ndërhyrjet estetike që na kanë marrë mend të gjithëve. Okej. Ikim. Ti bëjmë, a mos ti bëjmë? Është